Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. Sonte do të flasim për një temë tjetër që ka të bëjë me aktualitetin e shëndetësisë. Do të ndërlidhemi fillimisht me simpoziumin e realizuar nga Sistina dhe Promedica Oftalmologjia, një simpozium ky i cili ka të bëjë me të rejat e fundit ose valën e re në oftalmologji. Kurse në pjesën tjetër të këtij emisioni do të diskutojmë edhe për sëmundjet apo patologjitë më të shpeshta të syve. Fillimisht ndjekim materialin ku ne kemi qenë domethënë prezent në këtë simpozium të oftalmologjisë dhe rikthehemi pas pak në studio për të trajtuar këtë temë me profesionistin e fushës. Në Shkup mbahet simpoziumi i dytë me titull Prurjet e reja në oftalmologji. Kjo ngjarje organizohet nga grupacioni më i madh i spitaleve të syve në Maqedoni, Promedica Oftalmologji dhe Sistina Oftalmologji, dhe përfaqëson një takim profesional të nivelit më të lartë për të gjithë oftalmologët nga vendi dhe rajoni. Në këtë simpozium janë 29 ligjërues, nga të cilët 14 janë ekspert vendor. Krahas tyre janë emra të njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Polonia, Kroacia, Bullgaria, Serbia dhe Zvicra. Sot kishim simpozium përbashkët, Sistina Oftalmologjia me Promedica Oftalmologjin. Ishte simpozium me pjesëmarrje ndërkombëtare, kishim shumë mjek profesorë eminent prej gjithë Evropës, edhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës patëm një ligjërues. Përveç simpoziumit kemi edhe punëtori ku gjithë mjekët e ri mund të punojnë, të provojnë si janë, të formojnë një lloj përvoje të parë për intervenimet që bëhen në oftalmologji, edhe me këtë ndihmojmë që fusha jonë në Maqedoni të arrijë në nivelet ndërkombëtare, ku do t'i ndajmë njohuritë edhe teknologjiите e reja në fushën e oftalmologjisë. Денес имаме можност да присуствуваме на еден навистина несекојдневен настан, организиран од страна на Promedica и Sistina Oftalmologjia. Sot kemi rastin të jemi në një ngjarje jo të zakonshme, e organizuar nga Promedica dhe Sistina Oftalmologjia. Një simpozium që mbahet zakonisht në pranverë dhe këtë vit e kemi titulluar Prurjet e reja në oftalmologji. Kemi rreth 300 pjesëmarrës, kemi 15 ligjërues nga jashtë vendit. Më gëzon fakti që mjekët nga Promedica dhe Sistina mbajnë 2 punëtori me operacione të kataraktës së syrit dhe mjekët e rinj mund të marrin mësim praktik për këtë operacion. Mund të them se Shkupi sot është qendra e oftalmologjisë, tha Zlatko Arnaudovski, mjek. Kjo është një ngjarje me rëndësi të jashtëzakonshme për komunitetin mjekësor dhe shkencor, e cila sjell trendet, teknologjitë dhe praktikat më bashkëkohore në oftalmologji drejt për drejt në Shkup. Ishte pra ky materiali i përgatitur në lidhje me simpoziumin që kishte të bëjë me oftalmologjin. Për të folur për këtë temë dhe për temat të tjera që kanë të bëjnë me profesionalizmin në oftalmologji, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që të na nderojë në emisionin ton oftalmologu nga Spitali Sistina Oftalmologjia, doktor Agon Abdia. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariana, ju faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi të jem prezent në emision. Faleminderit për kontributin tuaj në adresë të shëndetit të qytetarëve. Fillimisht të flasim për simpoziumin, për qëllimin e këtij simpoziumi, i cili është i radhës, temat e shqelluara dhe mysafirët pjesëmarrës. Po, ky është një simpozium që më tradicionalisht e organizojmë çdo vit afërsisht në muajin prill, po për dallim prej herëve tjera, këtë herë organizohet si bashk grupacioni Sistinës me Promedican. Kjo ishte një bashkim të njohurive, kapaciteteve, teknologjive që e bëm, me qëllim që të arrijmë në shtetin tonë në Maqedoni të ofrojmë shërbime me cilësi evropiane ku gjithë pacientët do mundin drejtohen për gjithë patologjitë e syve.
Qëllimi i këtij simpoziumi ishte që të prezantojmë arritjet tona që i kemi bërë gjatë vitit fundit, pasi u bashkuam si grupacion, në njëjtën kohë të kemi nderin që të na bashkangjiten edhe profesionistë nga Evropa, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim që edhe me ato të ndajmë njohuritë dhe arritjet gjatë vitit të fundit në fushën e oftalmologjisë. Ishte një kongres i organizuar në mënyrë bashkuhore, ku përveç dy salla prezantimi që kishim, ku prezentoheshin arritjet e fundit në fushë, po ashtu kishim edhe punëtori, ku të gjithë mjekët e ri mund të punojnë dhe të provojnë si është të punosh në intervenimet që ta shkrihen në fushën e oftalmologjisë. Ndër ato ishin edhe kirurgjia e kataraktës me fakometodën që mundshin të punojnë, po ashtu kishim edhe punëtori ku mund të bëhej aplikimi i anti-VEGF terapisë, që është mjaft aktuale tash në trajtimin e degenerimeve makulare, retinopatisë diabetike, edhe çrregullimeve të ndryshme në vaskulaturën që ndodh brenda synit. Ishte kongres i cili u organizua edhe kaloi me sukses të jashtëzakonisht të mirë, duke marrë parasysh se prap jemi shtet i vogël, mirë po thuajse nga shumë shtetet të Bashkimit Evropian, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës na nderuan mjek me prezencën e tyre dhe me njohurinë që kanë ta. Faleminderit për këtë eksperiencë kaq të bukur të cilën e realizuat ju dhe që është në të mirë të qytetarëve për të rejat e fundit që do të jenë në shërbim të poshtë qytetarëve apo pacientëve tuaj. Përveç kësaj dua të ndalem pak në le të themi sëmundjet ose patologjitë më të zakonshme me të cilat ju përballeni në praktikën tuaj të përditshme në oftalmologji. Në varësisht prej moshës edhe prevalenca e sëmundjeve ose çrregullimeve të ndryshme dallon. Tash që të mund t'i kapim ato çrregullime që më shpesh paraqiten, do të fillojmë prej grup moshave më të reja dhe pastaj vazhdojmë të tjerë. Nga praktika, kryesisht do foli nga atë çka hasim në praktikë më së shumti, tash sigurisht nuk do të mund t'i kalojmë gjithë patologjitë, po besoj do të mund t'u japim një përshtypje shikuesve edhe të paktën ata që mund ndoshta të ballafaqohen për momentin me ato probleme, ta dinë pak a shumë për çfarë mund të bëhet fjalë. Tash te grupmoshat më të reja ose te foshnjat nuk është problematike ne tash të kemi koncept për atë sa e kanë pregësinë e pamjes apo si shohin. Pasi ajo kërkon bashkëpunim nga pacienti. Prandaj kryesorja që na intereson të grup moshat më të reja ose të foshnjat është që gjitha strukturat e synit në mënyrë anatomike të jenë të pastrat, kristalta, ku drita nuk ka problem të kaloj në sy. Prandaj, kryesorja që ne intereson për shembull kur e bëjmë një kontroll të foshnjat, është edhe një refleksi kuq që ne i themi. Ajo është kur e shikojmë me një aparat shumë të thjeshtë synin, nëse refleksi i kuq prej synit paraqitet në mënyrë qartë, do të thotë se gjitha strukturat i ka të kristaltat të dukshme dhe drita nuk ka problem të depërtojnë sy. Në këtë mënyrë mund të diagnostikojmë sëmundje që paraqiten te foshnjat, siç është katarakta kongenitale ose ndonjë raste më të rralla, po ka retinoblastoma që paraqiten, që kërkohet intervenim më urgjent. Po prapse prindet këto çrregullime nuk i vërejnë shpesh. Arsyeja kryesore që prindet i sjellin foshnjat në kontroll është kryesisht skërlep kur paraqitet të një sy pak më tepër. Edhe normal ato brengosen, tash ajo duket pak dramatike te foshnjat. Mirë po, kjo është një çrregullim që shumë shpesh paraqitet, edhe në shumicën e kohës është i vetlimituar ose rrezulohet vet. Pse paraqitet kjo? Shpesh herë ndodh që te foshnjat gjatë lindjes kanali i lodhëve të jetë i pakalueshëm ose të jetë i mbyllët. Është si një lloj çrregullimi që edhe i themi edhe fiziologjik, pasi që nuk konsiderohet patologji derisa nuk kalon mosha 1 vjet e gjys, 2 edhe kanali vetvetiu nuk hapet.
Si do të manifestohet kjo? Do me thonë, prindët e vërejnë se kur zgjohet mëngjes, njërin sy foshnja e ka të mbyllët, me sekret, tepër skërlepi paraqitet, ndonjëherë dinë edhe të skuqet, edhe për fakt keq shumicën e rasteve shumë i trajtojnë me antibiotik këto raste, kur realisht problemi nuk është infeksioni apo në një patologji që duhet të trajtojnë me antibiotik. Ajo është thjesht shkaku i konstruksionit të kanalit lodhve edhe i kapakve në atë periudhë kur janë foshnjat, shpesh herë njëni apo të di kanalet e lodhve janë të mbyllët. Kjo zakonisht deri në moshën 6 vjeçare vetvetiu qelen ato kanalet, do me thonë deri në atë periudhë përveç toaletës ose pastrimit me tretësirë fiziologjike të skërlebave, nuk ka nevojë për ndonjë trajtim tjetër. Mirë po prapë se prapë e mira është të shkojnë në oftalmolog për kontrol, me atë që thjesht të përcaktohet sakt diagnoza edhe vetë prindët t'jenë ma qetë ta kenë parasysh për çfarë bëhet fjalë. Kjo gjendje, thash, është normale deri në moshën 1 vjet e gjysmë të presim ai kanali vetvetiu të rekanalizohet edhe të stabilizohet situata. Një pjesë i vogël i rasteve edhe mbas asaj moshe nuk rikanalizohet kanali. Ato janë rastet kur ne duhet të intervenojmë. Edhe kjo preferohet të bëhet dikund mes moshës 1 gjysmë edhe 2 vjeçare, pasi që suksesi i intervenimit në atë moshë është më i madh. Nuk është ndonjë intervenim kompleks, mirë po gjithsesi për shkak se bëhet fjalë për foshë, duhet të krihet në anestezion. Ne faktikisht në rastet kur kanali i lodhve vetvetiu nuk rikanalizohet, me një sond e kalojmë edhe në mënyrë mekanike e çelim kanalin e lodhve. Nëse ki intervenim bëhet në kohë, thash mes moshës 1 gjysmë edhe 2 vjeçare, atëherë edhe suksesi është dikund te 90% i rekanalizimit, do me thonë pasi ne e kalojmë me sond e hapim, shumicën e kohës nuk mshelet përsëri vetvetiu kanali. Bëhet fjalë për një intervenim të thjeshtë i cili zgjat 1 minutë, themi. Mbas andej vin grup mosha parashkollore ose shkollore. Kryesisht problemet për shkak të cilëve prindët paraqiten, i bien fëmijët në kontroll, është strabizmi, ose kur u ikën syni. Strabizmi mund të jetë akomodativ ose jo akomodativ. Gjitha këto evaluacione duhet të bëhen në mjek, ku mjeku mbas kontrollës e përcakton për çfarë lloj strabizmit bëhet fjalë. Zakonisht paraqitet shkaku i ndonjë dioptrie, prandaj me korrigjim dioptrisë të strabizmat akomodativ korrigjohet edhe vetë strabizmi. Esenca është që kontrollën edhe diagnozën ta bëjmë me kohë, pasi që pamja zhvillohet deri në moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare. Çfarë do të thotë kjo? Deri në atë moshë truni mësohet si t'i shfrytëzoj syt edhe si të shoh. Nëse arrijmë ne të diagnostifikojmë strabizëm edhe ambliopi ose sy dembel që i thonë, para kësaj moshe, atëherë kemi edhe hapësirë ku mundim të ndikojmë me qëllim që ta përmirësojmë pamjen ose atë sy që i themi sy dembel, ta detirojmë në një mënyrë të shoh ose trunin ta detirojmë ta pranoj fotografinë. Prandaj është e rëndësishme do t'i kisha këshillu prindët, thjesht ta bëjnë një kontroll, thjesht ta vërejnë se a shef fëmia me njënin edhe me tjetrin sy përafërsisht njëjtë, se asnjëherë pamja nuk është e njëjtë. Zakonisht fëmijët që kanë sy dembel, as pak nuk do donë nëse u ambyllën pak synin dominant me të cilën orientohet. Kjo është një test shumë i thjeshtë që vetë prindët në shtëpi mund ta bëjnë. Nëse vërejnë se ka dallim mes shprehet mes syve, u sugjeroj që të shkojnë në oftalmolog në mënyrë që të diagnostifikohet edhe të fillohet me trajtimin sa më herët. Trajtimi i ambliopisë ose synit dembel është shumë i thjeshtë, në mënyrë që ne e mbyllim synin dominant me të cilin kryesisht fëmija shef, e detyrojmë trunin që ta pranoj fotografinë prej synit dembel edhe në atë mënyrë që të zhvillohet pamja të ai sy. Pra, kjo kryesisht është e suksesshme edhe mund të ndikojmë nëse bëhet para moshës 6 vjeçare.
Mbas moshës 6-7 vjeçare, mbaron zhvillimi i pamjes, më truri është organizuar si duhet, edhe pa marrë parasysh ne sa e mbyllim synin dominant, syni dembel nuk do të arrihet të zhvillojë më tepër pamje. Kjo është një ndër patologjit kryesore që ka paraqitet në grup moshat më të reja. Edhe ka një keqkuptim që e kam vërejtë se është mjaft i përhapët në popullat me atë se presin se në qoftë se fëmija fillon të mbaj syza, dioptria do të rregullohet, do të zvoglohet, do të ndryshoje, ku është mënyrë e gabuar të menduarit ose janë përhap informata të pasakta. Syzat janë thjesht mjet ndihmës që kur ka gabime refraktive ose gabime në përthyrjen e dritës në sy, syzat e korrigjojnë atë gabim edhe mundsojnë të shohin më qartë. Ajo se a do të rritet, a do të zvoglohet dioptria, varet a bëhet fjalë për miop ose dioptri minus ose hipermetrop dioptri plus. Si dallon kjo? Do me thonë te miopia ose dioptria minus do të thosë se drita përthehet para retinës. Edhe prandaj ne duhet të vëmë xhama që shpërndajnë dritën me qëllim që ta bijnë fokusin saktë te retina. Edhe sikundra fëmia do të rritet, tendenca është që si çdo organ tjetër brenda trupit, edhe vetë syni të rritet. Kështu që te dioptria minus është normale që nëse ne në moshën shkollore e diagnostifikojmë një fëmijë me miopi, është normale që sikundra e fëmijë do të rritet edhe syni, edhe dioptria minus do të zmadhohet. Pa marrë parasysh a mban syza jo. Tham, syzat thjesht ndihmojnë të shohë pastër, nuk ndikojnë të zvoglohet ose të rritet dioptria. E kundërta ndodhen te hipermetropia ose te dioptria plus. Sikundra te dioptria plus, drita përthehet mbas retinës. Edhe tendenca që ka thamë është sikundra syni do të rritet, atëherë ajo dioptri plus do të zvoglohet. Po edhe këtu pa marrë parasysh syzat nuk ndikojnë të ndryshojë, ato janë vetë ndryshime që ka ndodhin brenda trupit, sikundra ndryshojnë fizikisht dimensionet e vetë organit ose syrit në këtë rast. Thjesht janë informatat të cilat do të shërbejnë pak prindve të kenë një koncept çfarë të presin, pasi që ndonjëherë edhe ne mjekët shkaku i kohës nuk arrijmë edhe t'i sqarojmë gjitha këto problematika si duhen, edhe pritshmëritë pastaj të prindve zakonisht, se fëmia nuk është se i ka kërkesa të mëdha, pritshmëritë të prindve janë të parealta të themi ndonjë aspekt, prandaj është mirë që edhe ato të informohen të dinë çfarë të presin. Faleminderit për këto informacione kaq të detajuara në lidhje me patologjitë dhe sëmundjet e syve më të përhapura në ditët e sotme, por cilat mund të jenë ato faktor realisht të cilët ndikojnë në paraqitjen apo shfaqjen e këtyre sëmundjeve? Faktorët që mund të ndikojnë në përhapjen e sëmundjeve të ndryshme mund të jenë gjenetik, mund të jenë faktor të rrethit, prandaj shpesher ndërlidhen edhe faktorët gjenetike dhe të rrethit, edhe themi se paraqitja e çrregullimeve të caktuara është multifaktoriale. Po, në përgjithësi vërejmë tendencat të caktuara. Për shembull te shtetet ku është vërejtë se fëmijët qëndrojnë shumë gjatë në shkollë, shikojnë afër, lexojnë ose në mjetet që punojnë afër, tendenca është që miopia të zhvillohet më shumë në ato vende. Në bas kësaj mund vim në konkluzion se nëse një fëmijë shumicën e kohës shikon afër, tendenca ose rreziku që të fëmijë të zhvillohet miopia është shumë më i madh se në popullatën e cila nuk e shfrytëzon këtë mënyrë jete. Prandaj sugjerohet të fëmijët që koha që ka shikojnë afër, veçanërisht për të lexuar ose në telefona të jetë kufizuar, edhe koha me që ka shikojnë larg ose rrinë jashtë të jetë më e gjatë. Kjo është vërtetuar se ndikon në përmirësimin ose mos lejoje të zhvillohet miopia ose dioptria të themi në sy. Po ka edhe shumë çrregullime tjera që janë degenerime ose distrofi të trashëguara, të cilat janë kryesisht çrregullime gjenetike në mënyrën se si
përpunohen ose në enzimet të cilët e bëjnë transmitimin e kemikaleve brenda së retinës syrit. Kryesisht të këto çrregullime nuk ka mënyrë se si prindët ose vetë fëmia të veprojë diçka që ta parandalojë. Ato janë çrregullime të trashëguara, që një pjesë të vogël të atyre mund të ndikojmë diçka, një pjesë të madhe mund thjesht ta diagnostifikojmë edhe të mundohemi ta edukojmë atë person se si mund të jetë më funksional gjatë jetës. Prandaj bëhet fjalë për shumë çrregullime të ndryshme, të cilët gjithë kanë etiologji të ndryshme, prandaj nuk mund të përcaktojmë se një send ndikon në paraqitjen e smundjeve. Ka shumë patologji të ndryshme edhe faktorë të ndryshëm që ndikojnë në paraqitjen e smundjeve të syrit. Doktor, ju pak më herët përmendet disa patologji që paraqiten tek fëmijët dhe njëkohësisht tek të rriturit, por a ka dallime në shfaqjen e sëmundjeve midis sëmundjeve të syrit, fëmijët dhe të rriturit? Po, sigurisht. Prevalenca e sëmundjeve është krejtësisht e ndryshme te grup moshat më të reja edhe te më të vjetrat. Tash kryesisht fola për atë te foshnjat edhe te fëmijët në moshën parashkollore. Po si kundra vazhdojmë më tutje, tamam ti përmendim edhe smundje të tjera. Tash te grup moshat e adoleshentët themi kryesisht, problemi kryesor që e hasim se u përket syve është dioptria. Dioptria nuk mund të themi shumë se është ndonjë patologji, sa mund të themi se është thjesht një gabim refraktiv në sy. Neve kryesorja që në intereson është që pamja me korrigjim tjetë në suaza normale ose optimale. Në profesionin tonë nuk është shumë më rëndësi a ka nevoja, nuk ka nevojë të mbaj syze. Neve thjesht në intereson se arrim të fitojmë pamje optimale. Tash, te adoleshentët, mbasi që shumë edhe ato intereson tash syza, thjerza, korrigjim dioptris, sqarojmë edhe për ato. Me thonë, mënyra më jo invazive për ta korrigju dioptrin të adoleshentët është me mbajtjen e syzave. Shkaku se syzat nuk kanë kontakt me synin, ato janë mjete ndihmëse që e korrigjojnë dioptrin në mënyrën më jo invazive. Po paraqitet një problem të syzat, për shembull të dioptri që janë më tepër se 3-4, ku në periferi shkaku i optikës si funksionon edhe se syza është e venduar para syrit, bëhet deformimi i figurave. Prandaj një pjesë e madhe e njerëzve të cilët përdorin edhe thjerza përkohësisht vërejnë dallim në kualitetin e fotografisë që e shohin me thjerza edhe me syze. Prandaj edhe një pjesë e madhe atyre vendosin të përdorin thjerza. Ku edhe thjerzat tash janë mjaft avancuara, me atë se lishojnë mjaft qarkullimin e gaznave mes aerit edhe shtresës lotëve, pasi që sipërfaqja e synit oksigjenin e merr direkt prej aerit, nuk ka qarkullim gjaku. Mirëpo atë që do të sugjerojsha është pa marrë parasysh se tash komercialisht shiten edhe thjerza që si janë mujore, do me thonë njëherë në mujt e vendone dhe mos ka nevojë ta hekish deri mujin tjetër. Prapë në aspektin mjekësor nuk sugjerohet ajo, shkaku se pa marrë parasysh sa të jenë permeabile thjerzat për gazra, prapë ato e çrregullojnë qarkullimin e lotëve edhe qarkullimin e gazrave. Kjo është veçanërisht e shprehet gjatë periudhës gjumit, ku edhe më pak sekretohen lot, edhe vetë kapakët shkaku se janë mbyllur edhe më pak është syni në kontakt me ajrin, prandaj nuk sugjerohet të flejnë njerëzit me thjerza. Do me thonë, mëngjes mund t'i vendojnë në mbrëmje t'i heken, mirë po gjatë natës të flejnë me thjerza nuk sugjerohet. Pas kësaj, kemi edhe korrigjimin e dioptrisë me laser. Ajo mund të bëhet me perka metodën, mund të bëhet lasik, tash ka edhe smile me femtolaser. Korrigjimi laserik i dioptrisë është pak më invaziv si intervenim se vetë thjerzat, mirë po afatgjat tregon se është më pak irritues ndaj synit se thjerzat. Pasi që intervenimi bëhet një herë, pasi kalon periudhë
2 ditë, 3 ditë shërohet plotësisht syri mbas intervenimit, matutje mënyra se si zhvillohet kontakti mes lotëve dhe atmosferë është krejt normale si të ato që nuk mbajnë thjerëse. Me thonë bëhet fjalë për një intervenim edhe mbasandej syri e ka krejt funksionin normal. Ky lloj intervenimi nuk është i domosdoshëm, është diçka që pacientët e bëjnë për komoditet, mos jenë varët prej mjeteve ndihmëse për pamje. Vetë intervenimi është shumë i thjeshtë, ku laseri punon diku te 5-6 sekonda, varësisht prej dioptrisë, remodelohet sipërfaqja e synit, do me thonë gjatë këtij intervenimi nuk çelet, nuk depërtohet në brenda syrit. Do me thonë thjesht bëhet remodelimi i sipërfaqes, ku një shtrese e hollë e indit prej korneës largohet, ti themi, me atë si japin formën ne çka duam. Procesi i shërimit është jashtëzakonisht i shpejtë, nuk ka diskomfort përveç ditës parë ditë. E vetmja gjë që ka ndodhen gjatë atij rimodelimit sipërfaqes është se ato fijet nervore shumë të vogla që janë në sipërfaqe të synit dëmtohen shkaku i laserit. Tash regjenerimi i atyre fijeve nervore zgjat diku te 1 muaj di. Prandaj ato fije nervore faktikisht e masën sa lot ka sipërfaqja e synit, sa duhet sintetizojë gjëndra e lotëve në mënyrë që të mbaje balansin si duhet. Esenca është derisa të bëhet shërimi i atyre fijeve të holla, duhet pacientët përdorin lot artificial shkaku i sigurisë që mos lejojmë të thahet syni. Mbas asaj periudhe, do me thonë, funksionojnë plotësisht njëjtë sikur mos ketë pas asnjëherë intervenim. Gjatë intervenimit për korrigjim të laser dioptrisë është jashtëzakonisht i rëndësishme bëhet seleksionimi i pacientëve në kuptimin se duhet të ketë trashësi të shëndosh të korneës, të jetë forma e shëndosh në mënyrë që mos ketë paraqitje të komplikimeve mbas intervenimit. Prandaj gjithsesi pacientët para se t'i lejojmë të bëjnë laser, bëjmë një kontroll paraprake në bazë të cilës u tregojmë se mundet ose nuk mundet të ju të bëhet korrigjimi laserik i dioptrisë. Pastaj vazhdojmë në grup moshën e mesme themi, ku këtu paraqitja e sëmundjeve të syrit është shumë e ndërlidhet me mënyrën e jetës edhe me sëmundjet tjera kronike që mund t'i ketë. Kur folim për grup moshën e mesme, këtu kemi paraqitjen e çrregullimeve siç janë hipertensioni, hiperlipemia, diabetesi, edhe gjitha këto sëmundje ndikojnë edhe në paraqitjen e patologjive të syve. Nëse këto sëmundje menaxhohen si duhet, nuk presim të shfaqen probleme me syt deri në moshat më të vona. Mirë, nëse menaxhimi i këtyre sëmundjeve kronike nuk është si duhet, atëherë paraqitja edhe sëmundjeve të syrit do të jetë më e hershme. Te diabeti, më gjithë e dim retinopatin diabetike, diabeti ose glukoza e lartë në gjak i dëmton gjitha enët e vogla të gjakut. Bën glikozilimin e enëve të gjakut me atë se ato bëhen të forta, nuk janë e humbin elasticitetin, edhe gjasat që të plasin janë shumë më të mëdhaja. Kjo ndikon në veshk, ndikon në periferi të ekstremiteteve, ndikon në tru edhe ndikon në sy. Po për gjithë këtine organeve, në sy i shohim më pas të renët e gjakut, prandaj edhe jemi në gjendje t'i vërejmë ato ndryshime në kapilaret e gjakut shumë më herët. Trajtimi kryesorja është rregullohet diabeti si duhet, pastaj varësisht komplikimeve që ka paraqiten brenda syve, edemit makular ose gjakderdhjeve të ndryshme ose neovaskularizimit e enëve të reja të gjakut që ka paraqiten, trajtimet mund të jenë injeksione anti-VEGF që ka aplikohen si mund të ketë laser me që ka bëjmë djegjen e pjesëve ku ka neovaskularizim të shprehët e kështu me radhë. Ajo se çfarë tretmani do të ketë nevojë varet prej shkallës deri ku ka arrit retinopatia diabetike, edhe po ashtu problemeve ose komplikimeve që ka janë paraqit.
Një problematikë shprehet që paraqitet në grupë moshën e mesme. Po, më që se përmendëm Po. grupë moshën e mesme. Afërsisht në moshën 40 deri në 45 vjeçare është problemi me shkurtpamësi. Ose gjithë ata që nuk kanë pas probleme me syt, nuk kanë pas dioptri, kur arrin deri te mosha 40 vjeçare afërsisht, fillojnë të vërejnë probleme me pamjen afër, fillojnë të largojnë tekstet që të mundin të lexojnë. Kjo nuk është patologji, nuk është smundje, është diçka që është normale të vijë me moshë. Pasi që ne brenda në sy, mbas bebzës, kemi leqen ose thjerrëzën natyrare të synit. Tash derisa jemi më të ri, ajo thjerrëza ka aftësi të madhe akomoduese, ne i themi, ose ta ndroj formën. Tash kur shohim larg, thjerrëza është qëndron drejt, e përthen më pak dritën edhe shohim mirë larg. Kur shikojmë afër, thjerrëza bëhet si top, e përthen më tepër dritën edhe shohim mirë afër. Po, me kalimin e moshës, kjo thjerrëza brenda synit fillon të bëhet e fortë, e humbën aftësinë të ndryshojë formën. Edhe kur arrim diku te mosha 40-45 vjeçare, është individuale, pasi që mosha edhe ajo biologjikisht si plakemi, nuk janë për herë në korelacion, ajo thjerrëza e humbën elasticitetin të ndryshojë formën, edhe fillon të paraqitet problemi me shkurtpamësi. Me atë se ajo fillon të paraqitet në moshën 40 vjeçare, mirë po gradualisht, vit pas viti, thjerrëza sa më tepër e humbën elasticitetin, edhe ai problemi me pamjen afër rriten. Edhe shpesh herë pacientët e ndërlidhin me atë se si fillova të mba syza para 3-4 vjetëve, sa ma keq është të mu bë pamja. Do me thënë, ajo, pavarësisht a ke fillu të mba syza ajo, problemi do të përkeqësohet, shkaku se thjerrëza viti të humbën elasticitetin. Mirë po, me atë se do mbash thjerrëza syza ose jo, as pak nuk ndikon as përshpejtohet problemi, as të ngadalsohet. Thjesht syzat ndikmojnë të shofësh më mirë afër. Po. Me qenë se përmendet faktorët edhe njëkohësisht disa nga patologjitë e mundshme të cilat mund të kaplojnë syrin, por të flasim pak edhe për pjesën e preventivës apo asaj që quhet parandalim. Kjo është e rëndësishme ndoshta edhe në sëmundjet e tjera. A duhet të bëjmë kontrolle të rregullta rutinore tek syt edhe në qoftë se nuk kemi simptome apo shenja ose sëmundje të syve? Çfarë ju rekomandoni? Sigurisht, ka një pjesë të sëmundjeve të syrit që ka edhe simptomatologjia mungon deri në fazat e vonshme. Një prej tyre është glaukoma. Të gjithë ata të cilët kanë familjarë, të cilët janë të diagnostifikuar me glaukom, e kanë rrezikun që të ata të paraqitet kjo sëmundje shumë më të lartë se populata tjetër e cila nuk ka predispozit gjenetik, i themi ne, për glaukom. Esenca ose problemi kryesor që ka paraqitet te glaukoma është se mungon simptomatologjia derisa të arrijnë fazat më të vonshme të dëmtimit, edhe për fat të keq dëmi që shkakton glaukoma është irreversibil, nuk mund të shërohet ose të kthehet. Prandaj kontrolla rutinore sugjerohen të bëhen edhe të ata që nuk kanë probleme, të paktën në disa vite thjesht sigurohen se është gjithçka në rregull. Shenjat e para që ka paraqiten te glaukoma është rritja e shtypjes së synit. Kemi edhe glaukom normotenzive që e quajmë ne, që shtypja e synit është në suaza normale, po dëmtohet nervi, po pa marrë parasysh ta thjeshtësojmë, themi se glaukoma është rritja e shtypjes së synit. Për fat të keq, derisa shtypja e synit nuk kalon nivele shumë të larta, që janë mbi 35 mm milimetër zhif, mungon simptomatologjia. Po, glaukoma dëmin në sy e bën në atë mënyrë që në globusin e synit, themi, vendi më i dobët është vendi ku nervi optik del prej syrit. Edhe si kundra rritet shtypja brenda, ai është vendi ku më tepër ndikon të dëmtohet. Mbasi që nervi optik është i përbërë nga miliona fije, glaukoma ndikon që dal nga dal ato fijet një nga një digjen. Edhe si kundra zvoglohet numri e fijeve në nervin optik,
ashtu fillon edhe periferia e pamjes të humbet. Do me thonë, pamja dal nga dal ngushtohet. Edhe një problem tjetër është se kjo nuk ndodh brenda natës. Do me thonë, procesi i dëmtimit nervit optik shkaku i glaukomës është një proces kronik që ndodh ndër muaj, edhe ne faktikisht truni jonë adaptohet me pamjen dita e ditës si kundra kalon. Kështu që ne nuk vërejmë ndonjë ndryshim derisa e shohim se kemi problem të funksionojmë, kemi problem kur vozisim të vërejmë gjona që ka janë në periferi e kështu me radhë. Këto mund t'i diagnostifikojmë ne gjatë kontrollave rutinë, edhe të fillojmë trajtimin në fazat më të hershme, ku edhe rezultati i trajtimit do t'jetë më i lehtë, më pozitiv, më i suksesshëm. Më i suksesshëm. Prandaj, gjithsesi, sugjerohen bëhen kontrolla edhe të njerëzit që nuk kanë problem, edhe pse ato kontrolla mund të jenë një herë në disa vjet, po prapë sugjerohet të vizitohet oftalmologu kombas kohe edhe nëse nuk kemi probleme me pamje. Një tjetër problematik shumë e zakonshme, edhe kjo është në të gjithë, ndikon në fakt edhe në psikologjinë e individit, por megjithatë ndikon edhe tek syt. Përdorimi i telefonit, përdorimi i tepërt i ekranit, i teknologjisë, këto si ndikojnë në sy realisht? Po, tash në kohën moderne përdorimi i ekraneve është i pashmangshëm në jetën e përditshme. Edhe shumë njerëzit i ndërlidhin problematikat e syve me atë se punoj gjatë në ekran. Ekran, sigurisht. Kjo është edhe në për drejtimet e tjera, por realisht në oftalmologji. Po ne direkt kemi punë me ato problematika. Shifni, është vërtetu se vetë ekranet nuk ndikojnë në dëmtimin e syve. Do me thonë, po marë përësish, a shikojmë ekran, a shikojmë libër, në vetë syt, në dëmtim të syve, nuk ka dalim. Çfarë është problemi i ekraneve? Truni e shfrytëzon synin të mundjet gjikoje se për çfarë periudhe të ditës bëhet fjalë. Do me thonë, a është mbrëmje, a është mëngjes, a është ditë. Edhe kryesisht e shfrytëzon sasinë e dritës kaltër, që i themi ne, për t'i bë këto dallime. Problematika paraqitet se nëse dikush punon në orë të vona me ekran, ekranet lishojnë sasi relativisht madhe të dritës kaltër. Edhe faktikisht bëhet fjalë për 10-11 në mbrëmje, truni mbas dritës kaltër mendon se është mesditë. Edhe këtu paraqiten probleme në atë cirkadiale, në gjumin, zgjimin, edhe mënyrën se si vetë organizmi funksionon. Faktikisht çrregullimet që ekranet i shkaktojnë në organizëm janë më tepër në bazë psikike që e çrregullojnë gjithë balansin cirkadiale të organizmit, se sa që ka ndikojnë vetë syt. Prandaj sugjerohet që nëse punojmë me ekrane në orët e vona, ta zvoglojmë sasinë e dritës kaltër, ose të përdorim syza që e bllokojnë dritën e kaltër, me qëllim që t'ja mundsojmë trunit pak a shumë në mënyrë më natyrore që jetë ndjenjë gjikoja është mbrëmja ditë. A përndryshe se i përket vetë syve, ekranet nuk ndikojnë diçka në veçanti ti dëmtojnë vetë syt. Për dallim prej asaj, drita UV, ultraviolet prej diellit, ajo ndikon në paraqitjen e çrregullimeve të syve. Një prej atyre është retinopatia solare, për shembull nëse dikush shikon gjatë direkt në diell, mund të paraqiten dëme që ka bëhen në retinë mbas shkaku i dritës fortë, dhe për fat të keq ato dëme janë irreversibile, nuk është se mund t'i shërojmë diçka. Po rrallë herë kemi, po ka raste që pacientët paraqiten në spitalin të ne, dhe shohim se dëmi është i shkaktuar shkaku se a mundu të shikoje sa më gjatë në diell, për çfarë arsye, shpeshherë edhe nuk jemi në gjendje ta përcaktojmë saktë. Njëjtin efekt e kanë edhe laserët e fortë që i përdorin ndonjëherë fëmijët, prandaj duhet të kenë kujdes me laserët e fortë. Tjetër, drita ultraviolet po ashtu ndikon edhe në mjegullimin e thjerrëzës natyrore që i kemi në sy, edhe në këtë mënyrë paraqitjen e kataraktës ose perdes që i themi në gjuhën popullore. Do me thonë, statistikisht është vërtetu se në vendet, ose njerëzit që jetojnë në vende me lartësi më të lartë mbidetare, ku ekspozimi ndaj rrezeve ultraviolet është më i lartë,
edhe prevalenca është e paraqitja e kataraktës është shumë më e madhe se në vendet ku drita ultraviolet është nivele më të vogla. Po ashtu vendet ku kanë më shumë ditë me diell, veçanërisht me diell të fortë, paraqitja e kataraktës perdes është shumë më prevalente, shumë më e shprehët se në vendet ku ka më pak dritë me diell. Prandaj ka faktorë të jashtëm që ndikojnë paraqitjen e sëmundjeve. Për gjitha këto mund të konsultoheni me oftalmologët, të informojnë cilat janë masat preventive që mund t'i merrni, për shembull mbajtja e syzave të errta gjatë ditëve ku UV indeksi është shumë i lartë është e sugjerueshme, po ashtu njerëzit të cilët janë të operuar prej kataraktës perdes, shkaku se ato thjerrëzet artificiale janë shumë të pasta edhe lirojnë shumë dritën të kaloj, pa marrë parasysh se kanë filter për UV indeksin e kështu me radhë, prapë sugjerohet që gjatë ditëve kur ekspozimi ndaj rrezeve të forta të diellit është më i lartë, përdoren syza mbrojtëse ose të errta. Të flasim edhe për një temë tjetër që ka të bëje me ushqimet dhe suplementet. Realisht konsumimi i ushqimeve si ndikon në shëndetin e syve? Dhe cilat ushqime ndoshta janë më të preferuara për të pasur shëndet mirë të syve? Si për çdo sëmundje tjetër, ose si për çdo organ tjetër, themi, edhe për syt një dietë e balansuar ku më tepër do të konsumohen ushqimet natyrshme që i themi, se ushqimet procesuara ndikon në mënyrë pozitive. Edhe kjo sugjerohet për shëndetin në përgjithësi. Domethënë, njerëzit të cilët konsumojnë ushqimet natyrshme, ves, mish, peshk, perime, fruta të papërpunuara, të cilët i përmbajnë materiet ushqyese me kualitet më të lartë, në përgjithësi, në aspektin sa i përket shëndetit, do t'jenë shumë më mirë se njerëzit të cilët konsumojnë ushqime të procesuara, me përmbajtje të lartë të kemikaleve, me përmbajtje të lartë të karbohidrateve, e kështu me radhë. Në përgjithësi, mund të themi se sa më tepër njeri jeton edhe ushqehet me produkte sa më të natyrshme, që ka historikisht i ka konsumu gjatë zhvillimit të njerëzimit, aq më shëndetshëm do të jetë. Kohën e fundit janë paraqit shumë këto ushqimet e procesuara, qofshin ato vajrat, qofshin ato mishrat e procesuar, ose këto snacks që i përdorim, po gjitha ato praktikisht janë kalori të jo kualitetshme t'i themi, që konsumimi atini duhet të jetë i kufizuar në nivele të vogla. Po sa u përket suplementeve, është vërtetu se vitaminat caktuame ndikojnë në ngadalësimin e zhvillimit të age-related macular degeneration, ose degenerimit makular që ka paraqitet me moshën. Kjo është çrregullim ku në pjesën e pasme të synit, në retinë, në qendrën për pamje të qartë, bëhet depozitimi i produkteve të metabolizmit të qelizave, ku ato nuk mund të largohen prej vendit edhe dal nga dal bien deri te dobësimi i pamjes. Është vërtetu se vitaminet caktuame si zakantina, luteina ndikojnë në ngadalësimin e këtij procesi, prandaj pacientët të cilët diagnostifikohen me këto sëmundje ose çrregullime, kur ta vizitojnë oftalmologun do t'u sugjerohet të marrin suplemente të caktuame me qëllim që të ngadalësohet progresioni i kësaj sëmundje. Po këto gjithsesi janë çrregullime më specifike, të cilat prapse pacientët do duhet të shkojnë në oftalmolog që të mundin të diagnostifikohen edhe të marrën trajtimin e caktuar. Po diçka që vetë pacientët mund të vërejnë është se nëse fillojnë me një sy këndet të deformohen ose vijat e drejta pak deformohen, ta dinë se kanë ndonjë lloj çrregullimi në qendrën për pamje ose në makull, prandaj të drejtohen në oftalmolog me qëllim që të diagnostifikohet edhe fillohet me trajtimin më herët. Dhe për fund, cilat do të ishin ato masat parandaluese për të mbrojtur shikimin dhe për të pasur sy të shëndetshëm? Masat parandaluese.
Çfarë mund të parandalojmë? Shumit. Një pjesë të çrregullimeve që ka paraqiten mund të parandalojmë. Cilët janë ato? Për shembull te fëmijët e përmendëm, nëse prindët vërejnë se ikën një nisi ose se me një nisi shef ma dobët se tjetrin, sa më shpejt të shkojnë në mjek me qëllim që të fillohet me trajtimin më herët, me atë që të zhvillohet pamja si duhet. Shikimi afër gjatë kohë ndikon në paraqitjen e miopisë ose shkurtpamësisë, prandaj veçanërisht fëmijët duhet një kohë të shëndosh themi brenda ditës, të kalojnë jashtë, ku do të shohin larg, ku do të merren me lojrat, të cilët do ta zhvillojnë pamjen në distanca më të largta, me qëllim që të parandalohet paraqitja e miopisë, tash edhe miopi shkollore i themi, shkaku se koha e gjatë shkollës ndikon në paraqitjen e kësaj problematike. Te pacientët në grup moshën e mesme, biseduam për glaukomën, që diagnostifikimi i hershëm ka rezultate shumë më të mira edhe mbi trajtimin. Te tjetër të grup moshën e mesme, thamë se gjitha sëmundjet kronike ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve të syve edhe në organet e tjera, prandaj menaxhimi edhe mënyra e jetës e shëndosh, çka do t'i zvogëloj sëmundjet kronike, do të ndikoj edhe në gjitha organet në mënyrë që ta kenë funksionin më të mirë. Aktiviteti fizik është i jashtëzakonshëm, jashtëzakonisht i rëndësishëm në zvogëlimin e paraqitjeve të sëmundjeve kronike, qoftë në ato kardiovaskulare, qoftë paraqitje e diabetit, prandaj duhet një kohë të shkurtër brenda ditës që përcaktojmë aktivitetin fizik. Te grup mosha më e vonshme, me rëndësi është që të bëhet diagnostifikimi në kohë i sëmundjeve në atë mënyrë që edhe trajtimi të jetë i suksesshëm. E kam vërej veçanërisht te popullata këtu ke ne, sa i përket se një ndër çrregullimet më shpesh që paraqiten te grup mosha më e vjetër është katarakta, perdja, po e kam vërej te ne, te popullata shqiptare këtu, ne presim derisa të humbet krejt pamja të një nisi, edhe atëherë drejtohemi për intervenim. Ku prap jemi në gjendje të menaxhojmë ato, mirë po rreziku që të ndodhin komplikime gjatë operacionit të kataraktave hipermature, ne i themi, ose brunescente, është shumë më i madh se te kataraktat të cilat intervenohet në kohë. Prandaj do t'u kisha sugjeruar që kur vërejnë se veç mjaft është, edhe pse problem vetë pacientët vërejnë, po kur objektivisht pamja është më pak se 60-50%, sugjerohet të intervenohet, shkaku se intervenimi atëherë është më rutinë edhe rekuperimi mbas intervenimit shumë më i shpejtë. Pra në përgjithësi mund të themi se kujdesi ndaj vetes, aktiviteti fizik, mënyra e të ushqyerit e shëndosh ndikojnë në zvogëlimin e sëmundjeve si të syve edhe të gjitha sëmundjet tjera, po ashtu edhe kontrollat në kohë ose të drejtohen në kohë te mjeku ku do të bëhet diagnoza edhe do të fillohet me trajtimin, ashtu do të arrijmë edhe mjekim më të suksesshëm të sëmundjeve. Në përgjithësi këto do të ishin disa rekomandime për shikuesit. Faleminderit shumë për këto këshilla, për të mbrojtur sytë tanë dhe për pasur sy të shëndetshëm. Faleminderit që gjithmonë ndani kohë që të jeni pjesë e emisionit tonë për të kontribuar për shëndetin e qytetarëve. Faleminderit që ishi pjesë e emisionit edhe sot. Faleminderit Ariane, ishte kënaqësi të jem prezent këtu, edhe shpresoj teleshikuesit kanë qenë në gjendje të paktën ndonjë informacion për kësaj të mbajnë mend. Faleminderit dhe një herë shumë. Të nderuar shikues, ishte pra kjo tema që e trajtuam sonte që kishte të bëjë me çështjen e sëmundjeve të syve dhe shëndetit të syve. Besoj që këshillat dhe porosit nga profesionisti i fushës do i keni parasysh. Ne bashkë do shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë mbetemi me shumë shëndet. Mirupafshim.